Është turpshme të vi drejtori i portit i njëri që nuk di not. Ai s'di not, jo të bëhet drejtori i portit. Një kosovar të vi këtu, bëhet drejtori i portit. Pika strategjike e Shqipërisë. Pra e ka sigurinë kombëtare. Ai nuk di asgjë, nuk e njeh fare. Ai qoftë i shkëlqyer në shkollë, sido që tjetë, ai nuk njeh terrenin. Si mund ta vesh drejtor të portit, marrësh një tash ku diun, shkoj unë e kupton ve mund drejtor me një televizion aty që unë se di fare se si funksionon. Nuk e njoh terrenin fare. Dhe unë jo pa qëllim u thash, ky po kërkon të hapi gropa sa më shumë, ta bëj çarap këtë vend. Ta degradoj totalisht. Dhe ai që të vi mos të ketë më, se do paguajnë, shqiptarët do me gjithë marrëzit e këtij shqiptarët do t'i paguajnë. Do t'i paguajnë financiarisht, se ky ka dhënë toka, ka dhënë koncesione, ka dhënë PPP-ra, MMR-ra, çfarë s'ka bërë ky, e kupton?